është postulat që në demokraci duhet të ketë korrupsion. Duhet të ketë? Patjetër. Sepse në Korenë e Veriut nuk ka korrupsion. Në vendet tjera, për shembull, korrupsioni nuk duket, ose në Iran. Në Turqi? Jo, në Turqi ka probleme korrupsioni. Edhe në Iran më besoni që ka probleme dhe përballen me korrupsionin. Po janë disa vende specifik që nuk e tregojnë asnjëri. Dhe mos futemi në... Po, diku kam lexuar, dhe tani po më vjen mend një shprehje, korrupsioni është vaj lubrifikant i kapitalizmit. Një pjesë. Ha? Një pjesë. Ajo që duket sikur e relativizon, e bën të natyrshëm. Jo, por... Se mund të jenë cajuar enkas nga ata që kërkojnë të mbrojnë bashkë me sistemin edhe dukurit negative të sistemit. Pa marrë kohën, në për periudat të ndryshme, ju e dini që ka pasur përplasje shumë të mëdha të drejtës natyrore me të drejtën fizike. Duke shkuar në këto koncepte, ata që menduan për kapitalizmin i gjetën të gjitha këto, sepse qënia dhe ne që jemi këtu, nuk jemi do të përkryer. Dikur shërbente morali feze, sidomos individet në mesjet, që nga Thomas Aquinas dhe Meral, e gjetën dhe ishte shëmbëltyre mirë feja. Ishte edhe frikë e moralit, po dhe frikë e pjesës trans. Në këtë kohë, të gjitha këto janë relativizuar, dhe për të ardhur tamam që mos të marrë kohë. Tek Partia Socialiste, gjithmonë individet kanë parë konceptin e të majtës. Kuptohet që në atë kapërcimin që bëri e majta, sidomos mbas teorisë të Zotit Blair dhe më shumë laboristëve, e majta jonë jo vetëm e modifikoj, po më vjen keq të them, e majta jonë sot është e djathtë. Është mirëfilli e djathtë.